Për procedurë. Zoti Luciano Boçi për procedurë. Jo, agron. Agron. Ju lutem, zoti Sheaj, uluni. Zoti Balliu, mos bërtisni, zoti Balliu. Ta dëgjojmë, çfarë të pyes? Po tani se po e bëjmë çesharaket, pyesim zotin Bito, kush është Adam Smithi në parlamentin tonë? Unë nuk e di që ju referua juve si Smith. Nuk mund ta di këtë. Ndërkohë zoti Muçi e mori sepse ishte me njerë mbas zotit Muçi reagimi dhe rregulloria thot edhe kur përmendet emri dhe kur nënkuptohet apo i referohet fjalës së tij. Unë nuk e di që ju jeni Adam Smith. Nuk e di që jeni ju Adam Smith. Nga ta gjej. Të lutem, mos e Zoti Boçi. Ja u shpjegova standardin. Rregulloria thot edhe kur referohet me emër dhe kur i referohet fjalës të një kolegu. Ju foli më njëherë mbas zotit Muçi, ju referua fjalës zotit Muçi dhe i thash fjalën për replik. Kaq. Atëherë, faleminderit. Sot nuk jemi të egzaltuar. Jemi në ato momente kur njeriu. Zoti Ulsi Manja ka kërkuar fjalën në procedurë. Me thënë të drejtën, i kam dëgjuar që në orën 10 gjithë kolegët e opozitës që kanë dalë këtu, sigurisht në emën të procedurës se këtë rregull vendosëm tani. I kam dëgjuar dhe deputetët e opozitës tjetër që pretendon këtu në sallë dhe që nuk e di dhe pse bërtasin me thënë drejtën, nuk e di se mora vesh se pse bërtasin, aty edhe, por të gjithë keni thënë një fjalë, i kërkoni këti kraut këte uleni kokën, kërkoni falje, populli ka dalë në protest. Ikni, tani pyetja është shumë e thjeshtë, ju jeni opozita apo protesta? Se duhet nda kjo gjë. Nëse jeni opozita parlamentare e këtij vendi, jeni opozita. Protesta është atje në shesh dhe me sa kam pa në këto 11 ditë, protesta atje thot larg partit duart opozita dhe maggioranca nga protesta. Ju keni dalë atje rrini anash me idenë se mund të futeni brenda, po kjo është punë juaja. Tani të nderuar miq, ky krau këte nuk ka asnjë arsye të ulin kokën as sot, as mot, edhe për sa kohë të ekzistojë Shqipëria. Sepse Partia Socialiste e Shqipërisë dhe ne me kolegtan kemi bërë kaq punë të mira për Shqipërinë sa në 2013-ën ju as nuk i mendoni dot. Shqipëria e 2013-ës që morëm nga ju kishte drita dhe ujë jo me orar por me pikatore. Ndërsa Shqipëria që kemi sot pa diskutim është Shqipëria e 12 milion turisme. Tani ju mund bërtisni sa të doni, edhe mund të kërkoni dhe dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdon. Mami ke minuta këto. Ka mundësi ta dëgjojmë kolegun. Po. Mund vazhdoni. Kur ta marrë zoti kryetar, kur ta marrojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mia. Bani qetësi, ju lutem, dëgjojmë kolegun. S'ka problem. Unë kam minutat e mia.
ju mund vazhdoni këngën. Kur të marroni këngën, jo, s'ka problem. Ambaruat. Atë vazhdoj unë. Tani, me që se ju kënduat një këngë që këndohet protest, unë po ju themi gjë. Kjo protest qytetare sigurisht është shumë e bukur. Pa diskutim. Por është normale në një demokraci të protestohet dhe të kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe një qeverie. Është këtë normale, sepse në fundit ne jemi mandatuar nga shqiptar për qeverisë. Por kjo protest ka dhe një risi të bukur. Opozita e vendit tim, që konsideroshte të ishte një institucion moral, paradhoma e pushtetit, atje kërkohet dorëheqja e liderit të opozitës. Ati që ju e zgjodhët me 17 maj, me vot plebiscitare, një antar, një vot. Keni parë ju protest qytetare në botë, që kur kërkon dorëheqjen e qeverisë, thot të dorëhiqet lideri i opozitës? Tani, shkoni atje sonde, edhe shifeni do t'ju pranojnë, apo s'do t'ju pranojnë. Dhe mos rrini anash protestës. Ndërsa ky krau këte, Ta përfundoj lutem. Sepse 4 miliard euro investime, i kërkon Shqipëria, i kërkon shqiptar. Doni paga dhe pensione, duan investime. Kush është kundër investimeve tuaja, dal nga ky krau këte. Ju jeni ata që nuk doni investime tuaja në Shqipëri. Sepse dhe unë e kisha një ëndër në 90-ën. Si këto që kanë dalë sot shesh, e kisha një ëndër në 90-ën. Shqipëria si gjithë Europa, ma premtoj Sali Berisha. Është normale që këto rinia që kanë dalë sot duan Europën. Prandaj mos e pengoni Shqipërinë në Europë. Dhe ndjauni me turp. Shive. Qau, muli, qau pak. Klamur, ngriu. Shumë mirë. Një 6 vite parlamentarizëm, keni sjell një rendite me 6 interpelanca. Keni hequr çdo projekt ligj. Pse? Keni hequr mundësinë deputetëve për të folur për atë protestë që është e paprecedent. Ka 11 ditë që janë me 10 mira të rinj qytetarë që kanë mbushur sheshin me kërkesa të qarta, me 5 kërkesa të cilat nisin me të parën dorëheqjen e qeverisë, dorëheqjen e kryeministrit. Çfarë ju bëri ju që në seancën e sotme të vini dhe të paraqisni një rendite pas një projekt ligj? Kur para 3 javësh kemi qenë në këtë seancë, ku është debatuar për oraret e gjata që duhet qëndrojmë, për ligjet që janë rekomandimi BE-s, për procesin e integrimit, për faktin që duhet kalojmë shumë ligje me procedurë të përshpejtuar, dhe sot vini këtu dhe nuk sillni asnjë projekt ligj. Pse u bë kjo? Për t'i hequr mundësinë e 10 minutëshit çdo deputetit kuvendit për të folur për realitetin që po ndodh sot, jo në këtë sallë të kuvendit, por në shesh. Në sheshin përpara zyrës kryeministrit, me dëmet që i keni bërë në këto 13 vite këtij vendi, jo vetëm opozitës, ta keni të sigurt që shumë shpejt slogani i ri do të jetë Ramanburg, Berisha në Washington. Faleminderit. Zoti Balla, replik. Zoti Balla, replik. 2 minuta. Kështu është kur nuk ngjon në kryetar në grupit. Gjoje. Si ishte kjo? Domethënë, po na thuhet sot këtu që protesta e ka arritur suksesin e parë dhe është hequr non grata. Kështu thatë. Ja arritët edhe madje zotrote, ndryshove dhe sloganin, se ta kanë dhënë të drejtën ty protestusit, të ndryshosh ty sloganin. Madje thua që protestusit sonte nuk do të rrasin më Berisha në Burg, po Berisha në Washington. Jeni bërë si telefoni prish, ndoshta
audio e telefonit të ndonjë kolegu apo kolege nuk ka qenë mirë, do të gjotësh. Gjosh, po, më falu, e vlerësoj unë se çfarë them. 7.031 C-ja, mbi të cilën Sali Berisha është shpallur non grata, në vlerësimin tim është pak vështirë të hiqet. Megjithatë, unë do ta komentoj këtë sapo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o nga Departamenti i Shtetit, o nga Ambasada Amerikane, do të ketë një njoftim zyrtar për këtë. Unë nuk komentoj biseda telefonike, se nuk është korrekte, nuk është institucionale. Por fakti që ju vini këtu dhe e shisni si sukses të protestës një gjë të tillë, mendoj, jo pse vetë the se the protesta sonte do të rrasi Berisha në Washington. Kot lodheni ta vidhni protestën, jo Sali Lushën të çonin protest ju, jo të gjithë ju të shkonin protest. Përfundoj. Ta mbaroj, lutem, ne kemi një mandat për të qeverisur vendin, kemi një mandat për të përmbyllur marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju kemi mundur, po do t'ju mundi më thellë në 2029. Faleminderit. Zoti Alizoti. Zoti Tomur Alizoti. 3 minuta Zoti për Beleshi. shkëtu.